Luzim Vokri, mirëmëngjes, mirë se erdhën në studio. Mirëmëngjes, mirë se ju gjej, faleminderit. Faleminderit kënaqësi që ju kemi, gjithashtu në lidhje direkte e kemi doktor Hajriz Rudari, mirëmëngjes dhe faleminderit që je së bashku me ne. Mirëmëngjes, ju përshëndes ju, faleminderit për kohën që keni zgjedhur. Kënaqësia jonë. Atëherë sigurisht termat mjekësore nuk mund të dinë ndonjëherë rason, por patjetër edhe shikuesit tonë mund të kenë pak të komplikuara. Po e fillojmë pikërisht me një pyetje që ndoshta për me sqaru çfarë është konkretisht sindroma Eagle dhe pse konsiderohet një patologji e rrallë dhe e vështirë për tu diagnostikuar, doktor. Eagle sindroma e ka marrë emrin prej një mjeku otolaringolog amerikan, i cili në vitin 1937 e bën diagnostifikimin e rastishëm të një pacient me smundje që me dhembje të regionit të qafës. Mbiemri i tij është Eagle dhe prej atëherë daton si Eagle sindroma, nuk ka të bëjë diçka me shqiponjen, po. Edhe unë mendova, nuk ka të bëjë diçka me neve shqiptarët dhe shqiponjen. Jo, nuk ka të bëjë, sa bukur e paska në ekran e paska qitë. Po. Sigurisht prej redaksisë atje. Do të thotë, siç po shihet edhe nga ekrani, është një proces i zgjatur. Ky është procesus stiloideus normal, qysh na fal neve Zoti na krijon, i cili madhësi normale e ka 2 cm deri në 2 cm e gjys. Kur rritet në gjatësi më shumë se 3 cm, konsiderohet smundje. Në ky rast jon konkret ka pas gjatësi 5 cm. Prandaj, kur rritet shumë, bën pengesa lokale. Dhe disa herë din mu osifiku komplet dhe krijohet një osifikim ose një lidhje shumë e fortë në mes këtij procesi dhe ashtit omohioid. Dhe kësaj krijohet një cikatrix që i thojmë në mjekësi ose fibroz, e cila pastaj pengon shumë jap simptome. Eagle sindroma klasike nuk shkon me patologji të enëve të gjakut, kurse Eagle sindroma vaskulare, që është ky rasti që e kemi punuar para 2-3 dite, atëherë kjo jep patologji vaskulare sepse është në kontakt të drejt për drejt, siç e përmendet edhe ju në hyrje të emisionit, me arterien gjumore shqip që i thojmë, ose arterien karotide, interne e cila e ushqen me gjak trurin e madh. Etiologjia e kësaj smundje është kongenitale. Do me thonë, është kongenitale. Ky tipi klasik jo vaskular din mu lejmëru edhe njëherë pas tonzilektomisë. Pasi të largohen bajomet, tonzilet, ka rastet që janë përshkruar në literaturë dhe 20 vjet mas janë largu tonzilet, lejmërohet Eagle sindroma, do të thotë ky proces në realitet ka qenë i zgjatur, por me kohë është gjatë, tashti se është para tonziles, kur e ekzaminojmë pacientin nga hapësira e gojës, është në kontakt të drejt për drejt. A shfaqet zakonisht tek moshat të ndryshme, tek fëmijët, tek moshat të rritura? Zakonisht pamja klinike, sepse gjithmonë pacienti kërkon ndihmë nga mjeku kur ka dhembje, kur ka simptoma ose shenja klinike. Prandaj këta, kur vinë të na janë kryesisht moshës shtyr, 50 vjet, 60 vjet që tutja. Ma rralli hasëm të moshat. Çfarë dhembje shkakton kjo? Si me ditë që e kem në atë që të lloj? Shpesh herë kjo, pyetje shumë e vend që shtojnë mjekësi, shpesh herë kjo mbërthehet gjithësisht është misdiagnostifikohet jo mirë jo qartë me neuralgjit e nervit glossofaringal, nervit të nënt kranial, neuralgjit. Shpesh e keni ndëgjuar ndoshta termin neuralgia nervit trigemini, neuralgia glossofaringeus e kështu me radhë. Do të thotë shkon me dhembje, në këtë rast ka qenë onën e majt i lokalizum, shpesh është unilateral, din me qenë edhe bilateral, të dy anët, se do me thonë procesi stiloid është në të dy anët. E ka bazën, rritjen prej kafkës, konkretisht ashtit temporal, dhe shkon në drejtim perpendikular. E kemi dhe doktor Rudari në lidhje direkte, le ta inkuadrojmë pak dhe të flasim, sepse është dhe besoj një eksperiencë që keni provuar të gjithë si ekip për herë të parë, po duat t'ju pyes pse këto raste përfundojnë në kirurgji vaskulare dhe nuk trajtohen vetëm në ORL apo edhe në neurologji, apo janë aq komplekse sa që patjetër duhet të nënshtrohen një intervenimi kirurgjik. Pyetje shumë e rëndë. Spari ju përshëndes edhe kolegun tim, profesorin e nderuar doktor Lulin, i cili më ka ndihmuar dhe bashkërisht punojmë në ekip. Që them drejtën, pyetje shumë e rëndë, duke u bazuar në eksperiencën tonë si klinik që kemi, do me thonë në patologjinë e qafës,
sepse ne shpesh punojmë arterien karotide në disekcion cafës, përvoja dhe ekspertiza jonë, ka pas që kjo u trajtu tek ne edhe ka pas simptomatologjin që përmeni profesori, ka pas simptomatologjia në aspektin vaskular, dhe pastaj nëse ndodhin komplikimet, ekspertiza jonë aty për aty reagon gjatë punës edhe i eviton ato komplikime edhe këto kanë qenë si arsye edhe përvoja jonë, do me thonë, e ka mashme si klinik edhe për me ardhë deri te intervenimi edhe përfundimi me sukses i këtij operacioni. Është bërë për herë të para, ka pas në kaluarën rastet të ngjashme, apo pse nuk është intervenuar më parë? Thëmë të drejtën, ndoshta me sa kemi informacione edhe profesor Luli me siguri është informuar në klinikën tonë më herët nuk janë intervenuar rastet të ngjashme. Arsyeja pse më parë nuk është intervenuar, ndoshta edhe pacientët nuk kanë ditë se ku të orientohen, nuk kemi pas nuk kanë ditë që mund të kryen në klinikën tonë ky intervenim. Kanë mbrejë ndoshta në për qendra private, ndoshta kanë menduar që s'ka kushte, s'ka mjete, s'ka eksperte, ku ta diune, mirë po pacientin fjalë ka brejë edhe privat, edhe klinika shtetërore në për qendra ku është menduar se mund të trajtohet, nuk është trajtuar dhe ne e kemi trajtuar këtu në para disa ditë dhe pacienti fatmirësisht ka kalu perfekt edhe ka çuar në shtëpi në gjendje të mirë. Kështu si sindrom po thuhet që është e rrallë, por sa është e shpesh tek pacientët tanë, sa detektohet një problem? Të drejtën në popullsinë botërore, nëse me gabum mund të më korrigjon profesor Luli, është 0.14% popullsinë e përgjithshme, sipas literaturës, kurse në popullsinë deri 4% me simptomatologji, është shumë e rrallë edhe shumë vështirë të diagnostifikohet, të drejtën sepse ka diagnozat të cilat çojnë në simptome të ngjashme të tjera që mund të propagojnë ose të mashtrojnë që ka tjetër simptomatologji dhe mund ta ketë tjetër edhe mund të jetë kjo, domethënë. Pra, dikun 14% të popullatës botërore mund të jenë prekur? Unë e përmenda në fillim të emisionit është forma klasike e Eagle sindromit dhe forma vaskulare. Të kuptohemi, ta kemi të qartu. Do të thotë formën vaskulare gjithmonë bote e punon kirurgjia vaskulare. Vetë fjala po tregon se gjithmonë e ka gjatësinë minimum rreth 5 cm. Dhe si i tillë, do të thotë e atakon, e prek arterien karotide dhe kur e prek arterien karotide, sikur arteria është gëp, sikur këtë shishe, kur e prek të jap me shtypi dhe po bëj çrregullime hemodinamike. Nuk po shkaktoj stenozë ose ngushtim morfologjik, do të thotë për brenda nuk ka pllak, nuk ka gëlqere, por arteria sikur gypit kur e shkelum me dorë ose me këmbë, ka çrregullime hemodinamike të cilat manifestohen me qarkullim gjaku në tru. Kjo ka qenë formë tipike vaskulare. Këtu duhet me i pas senet e qarta. Domethënë gjithkohë botë këtë punon kirurgu vaskular, sepse është drejt për drejt vetë forma po të tregon Eagle sindroma vaskulare, Eagle sindroma klasike. Tashti, në këto raste ky mundet me pas TIA, që na i thojmë transit ischemic attack prej anglishtës. Do të thotë her pas here humbje të vetdijes dhe ai shumë mirë të tregon, thotë doktor, dje thotë kam pas marrëmendje, s'kom ditë ku jam fare, hiç më ka humbë vetdia për 2-3 minuta, pastaj jam marrë në vete. Do të thotë se vazhdimisht presioni ekziston, do janë çrregullime hemodinamike. Dhe mos qarkullimi i gjakut? Krijon ndryshime hemodinamike, do të thotë qarkullimi anterograd që thujmë, krijon çrregullime hemodinamike. Përderisa te forma klasike e arterias kur pllaka rritet brenda si kodër. Do të thotë, atëherë ato janë çrregullime morfologjike. Që ato tash më shpesh shkaktojnë TIA, transit ischemic attack ose iktus cerebrovaskular, për arsye se kur e godet vala hemodinamike brenda, atë pllakën aterosklerotike mundet me çu një copë në drejtim trurit, e cila me qenë mallësi edhe që na nuk e shohu me sy, por e bllokon një arterie të vogël dhe shkakton simptomatologji klinike ose deficit neurologjik që ne e quajmë iktus cerebrovaskular. Dhe te forma vaskulare gjithmonë mallësia është gjatësia, më shpreh shqip më mirë, është shumë e rëndësishme sepse o e prek arterien karotide interne, o qëndron në kolizion, i thojmë në kontakt të drejt për drejt me arteria ose është në mes dy arterieve. Dhe në këto raste, qasja është gjithmonë cervikale. Në këtë rast, tipin vaskular, gati, kirurgjikisht është e pamundur me zgjedh nga goja, nga brenda.
për arsye se është e gjatë. Ka shumë rëndësi, për e marrim këtë stilolapsin, procesin stiloid. Normalisht është në kënd dikon perpendikular kësaj. Kur është formë klasike, ky rritet për brenda, dhe thot nuk e ka formën normale që e falë Zoti, po është ka brenda ka tonzilla. Dhe na mundemi mi prek si shenjë klinike, kur e prekim tonzillën ose regionin para tonzilla i ka dhembje, reagon. Shenjë klinike shumë e thjeshtë. Kjo është formë klasike e iglit, ku ai është 3 cm në gjatësi 3,5, po nuk është më shumë. Dhe tash kur rritet më gjatë, se arteria është këtu, në pjesën anterolaterale të muskulit sternokleidomastoid, kur rritet ky në gjatësi tash 5 cm, ky e pengon arterien. Dhe këtë gjatësi të madhe, dhe tash ky nuk është për brenda i lokalizuar, po është pak jashtë. Dhe në këto prej gojes, gati është e pamundur me realizu. Doktor, dhe në këtë rast pacienti ka pas dykun 5 cm. 5 cm, pa 2-3 mm ka qenë se kemi matna. Ka qenë vështirë intervenim? Sa është komplikuar për kështë? Komplikim? Jo, nuk ka qenë i vështirë, për arsye se edhe pse ishte rasti i parë që kemi pununa në klinik, për arsye se tashmë e kemi kriju një përvojë, dhe të përmendje edhe kolegu të reparimit ose disekcionit që i thejmë terminologjin latine të arterjes karotide, çdo ditë e punojmë nga një rast, me anestezion lokal dhe loko-regional, është operacioni ma falenderues në kirurgji, dhe është 2 fish ma falenderues në kirurgji në anëve të gjakut, shtu që aja përvojë nuk na mungon, dhe të thot me një prerje cervikale prej pjesës të poshtë me dveshit drejtim të poshtë mandibulles, me karter një premje ka qenë dikon 4 cm, e zhveshim ashtin, sa ajo është ashtë, procesu stiloideus është ashtë, nga muskuj që janë gjitur, edhe nga ligamenti, fatmirësisht kjo kish pas vetëm në maje pak kalcifikate, jo që shtrihen deri te kocka omohioide këtu. Dhe pasi ta zhveshim nga muskujt, atëherë bëjmë resekcionin roj që i thojmë në bazë, dhe për 70 deri 90% këtyre pacientëve komplet largohet simptomatologjia klinike vaskulare që u mundova në pikat shkurta me përmend deri më tani. E që ishte shumë e qartë dhe sa edhe... Do me thonë, edhe njëherë për publikun, forma vaskulare e operon kirurgu vaskular. Dhe është shumë problem me qasje orale, ose edhe me metodë laparoskopike, po me qasje orale. Kur është forma klasike e iglit pa simptomatologji klinike vaskulare, është shumë e vogël, dhe kriteri për me operu, sepse zgjidhja definitive me mirë është largimi kirurgjik, ose stiloidektomia që i thojmë na. Dhe në këto raste, dhe të thotë kur është rreth 3 cm dhe është afër tonzillës, pa simptomatologji vaskulare, ka mundësi në qendrat ku unë jem shkollu, në bashkëpunim gjithmonë, kirurgu vaskular shkon aty, se është arteria e trurit. Imagjino me lëndu ato, ose gjatë punës, pa qëllim, të kuptohemi, gjatë punës manipulimeve, ne kemi atë shprehje në anglisht se puna e butë, do të thotë arteria preket sikur se retina e synit. Sepse çdo prekje manipulim me arterien gjatë punës kirurgjike ka mundësi reale, sepse ky nuk i ka 20 vjet, ky i ka thash 50-60 vjet, ka mundësi reale, për brenda i ka ndryshime, si do kudo në arterie, ka mundësi reale me jap sulm cerebrovaskular. Mirë, flasim pak me doktor Mbrudarin. Sa ka qenë sfiduese për juve si ekip nga aspekti juaj që njëkohësisht keni udhëhequr operacionin dhe si ka shku gjithçka, ka zgjatur shumë, si është tani pacienti? Normalisht në literaturë një orë e gjysmë, po të drejtën ju thash edhe më herët përvoja jonë që kemi me këtë region qafës ku punojmë, pikërisht me arterien karotide, që rutinore kemi këtë punë çdo javë punojmë, thjesht çdo koleg 2-3 arterie din 5 ka herë në javë t'i bëjmë. Nuk ka qenë sfiduese, operacioni ka zgjatur dikun parafërsisht hymje dalje dikun 45 minuta, 50 mas shumëti. Nuk ka qenë diçka e re ka qenë sepse për herë parë është bërë kjo operacion tek ne, përndryshe qasja dhe vendi ku kena punu nuk ka qenë diçka risi, sepse e kem rutinat pjesë edhe nuk ka qenë problem. Ndeshta me dhënë edhe një foto nëse mund ta shihni si ka qenë komponenta vaskulare, sepse ajo foto nuk e di pse nuk e kanë ndoshta ka qenë gabim teknik, nuk di sa keni me pa atje, se di apo vrejet, arteria është, do me thonë arteria karotide interne është i pështetën këmbja, në mes 2 arterjeve është, se di sa po duket. Doktor, vetëm nëse ke mundësi, mirë jemi tani, mirë është. Se di sa është në mes të 2 arterjeve, do me thonë
arteria eksterne edhe interne, edhe pështetet mbi arterien interne. Do me thonë ka qenë komponenta vaskulare edhe pjesërisht ka qenë edhe komponenta neurologjike që përmendi profesor Luli, për arsye sepse ka pas edhe çrregullime gjatë gëlltitjes pacienti, ka pas një ndjesi sikur ka diçka në tonsilla ose mbajame dhe gjatë kur e ka hap gojen ka pas dhimbje, kur është përtyp ka pas dhimbje, kur është gëlltit ka pas dhimbje. Dhimbjet kanë qenë formë therjeve, do të thonë kanë qenë të dy komponenta të përfshime të ky pacient. Edhe pse kemi trajtuar në mënyrë konservative me terapia analgjetike dhe me fizioterapi, me terapi relaksuese të qafes, prapë nuk ka përmirësuar shenja dhe është dashur të bëhet intervenimi i cili është realizuar. Edhe kemi realizuar. Doktor, nga përvoja juaj edhe juaj zotëri Luli, kur kemi këto raste për herë të parë, sa shpeshtohen më pas kërkesat, kur marrin vesh pacientat që në QKUK përbuhen çto intervenimet të jashtëzakonshme të rralla, sa shpeshtohen kërkesat që wow, pas ka dhe shumë pacient, por që se kanë ditë që na, në këtë rast jo, i bëni qëto. Po, gjithmonë kemi pas kërkesa më të shprehura. Megjithëse, siç e përmendi doktor Rudari, kjo patologji si patologji në popullatër shumë e rrallë. Ne nuk kemi statistika në Kosovë për arsye se jemi qysh jemi në tonë e dim. Bëjmë hulumtime. Po, jo, problemi është që nuk krijojmë database, si popull edhe në kem gjenetike këto nuk shkruajmë na. Ma shumë mundohemi me majtë në men, do të thotë këto duhet krijohen statistikat në dhonat nivel nacional. Jo, unë mundohem deri diku me doktor Rudarin dhe me disa tjerë me i majtë ato në kirurgji vaskulare, për tash imagjinoni një kompjuter prishet, ai shkon në bërllog këtë dhonat janë me që statistikat tona, ose i merruj ato statistikat kur janë fleta në hard copy, e kështu me radhë. Mirë po është evidente, vrehet një kërkesë, këtë rast kjo shumë e rrallë, është 0,04% popullatën e përgjithshme. Mirë po, problemi është që njerëzit shëtitin shumë derisa diagnostifikohen. A kjo shumë lehtë diagnostifikohet klinikisht me një palpim tonzil, do të thotë, veç i thu pacientit lutem, hape i gojën i prek tonzillet me gisht, kjo reagon me dhembje. Dhe e bën një grafit thjesht, një rentgen thjesht, i cili bëhet në çdo qendër. Çdo qendër të mjekësisë familjare, për shembull këtu në Prishtinë, sa unë kam informata, bëhet grafia e thjeshtë e kokës, në drejtimin AP dhe lateral. Përndryshe, standardi art për me diagnostifiku është tomografia e kompjuterizuar. Dhe tash në rastet kur pacienti klinikisht tregon se ka pas tia transit ishemik atak, ose na me ultrasonografi pak e vrejmë që ka ndryshime dhe në arterien karotide, atëherë gjithmonë kërkojmë përveç tomografisë kompjuterizuar që edhe komponenten e angiografisë, që ne i themi angio-CT. Dhe tashti ishte pikrisht ajo figura që e prezentoi doktori, angio-CT e cila tregon morfologjin, anatomin dhe efektin kompresiv ose në mes dy arterjeve të procesit stiloid. Dhe në këtë rast, pas angio-CT-s plus rekonstruksioni 3D, pikrisht aja figura që e pam ishte angio-CT me rekonstruksion 3-dimensional, aja na tregon shumë qartë patologjin dhe ne e bëjmë planin operativ që thash a me qasje cervikale nga jashtë dhe sa me zgjat incizionin, sepse sa ma i madh, natyrisht që vje incizionale ka me qenë pak me e madhe. Përndryshe rasti konkret, edhe herë për e përmendi, është e pa mundën në përmes qasjes orale, më zgjedh pa bodome, është e pa mundën. Doktor Shkurtë, çfarë pasoja mund të kishte nëse nuk do të bëj kjo lloj intervenimi në këtë rast të ky pacient? Ky vazhdimisht ka dhimbje në pjesën, konkretisht rastin fjalë vazhdimisht ka dhimbje në pjesën cervikale të anës së majt. Ka dhimbje gjatë përditjes së ushqimit, ka dhimbje në vesh pa patologji të veshit. Do të thotë orolloja ka përjashtu patologjinë e veshit. Mund të ketë, kur bën kompresion në arterje, mund të ketë tia her pas here, humbje të vedijes që zgjat shumë shkurt, 1 deri në 3 minuta, po që ai e din kur e ka humb vedijen. Mund të ketë dhembje në pjesën tamam të faqes, që thash hin në diagnozë diferenciale me neuralgjinë e nervit trigeminal, nervit pest intrakranial dhe nervit glossofaringeal. Dhe këto duhet i dallojmë pastaj. Thjesht këtu dallohen derisa te procesu stiloidës i zgjatur ose Eagle sindroma, palpimi i tonzillave është pozitiv gjithmonë. Te këto neuralgji tjera palpimi është negativ. Pastaj
e bëjmë një grafi thjesht dhe grafia tregon zgjatjen gjithsesi të gjatësinë e këtij procesi inflamator dhe me tomografit kompjuterizuar e bëjmë diagnozën definitive. E ke shpjegu edhe për mjekt me të kuptu mirë që kur të hinë në operime me kanë shumë të saktë në intervenime edhe për mjekt. Ilustrimin që e bëri me fotografi doktor Rudari ne e pateve dhe studio me anë të Sililapsit që i keni. Po, për ndryshe edhe ne tashti kur veç pozicionohemi që kemi të bëjmë me Eagle sindrom, tash na e bëjmë diagnozën diferenciale, dhe të gjithmonë shkohet ka ajo që ka është definitive, dhe të thot target diagnozë, që të bëhet plani mirë fillt operativ. Do me thonë në diagnozë diferenciale, kur ne kemi zbulu Eagle sindromen të tipit vaskular, tash na hyn disekcioni e arterjes karotide, disekcioni o qarja, kur gjaku nuk qarkullon në lumeni natural ashtu si e ka falë zoti e në gjakut, por kryon dy kanale. Si monga jam, dora është gjaku, dhe tash gjaku hynë përsëri dora në mes këmishes dhe paltos. Ky quhet disekcion, ose qarje gjuhën shqipe. Që din me qenë shumë minimal që është edhe vështirë mu diagnostifiku në angjecitet kur nuk bëhet si dohet. Dhe hynë TOS ose thoracic outlet sindroma, që është sindroma e hapjes së sipërme torakale. Tash këto janë tonat, nuk kanë të bëjnë me limit tjera. Dhe ne bëjmë këtë diagnozë diferenciale dhe masit e bëjmë diagnozën diferenciale. Do më thonë, këtë kjo simptomatologjia që e përmendër nuk i takon më disekcionit se arteria karotide nuk ka qarje dhe nuk kemi TOS, thoracic outlet sindrom, por e kemi një proces stiloid ose Eagle sindrom të tipit vaskular. Flasim pak me doktor Rudarin që kemi në lidhje direkte dhe kërkoj ndjes, nga që lidhja direkte shpesh edhe pa mundëson atë jeni më aktiv, kështu që kërkoj faljes që ndoshta nuk jeni më aktiv në këtë bisedë, por duat ju pyesjuve më konkretisht për pacientin, sepse po flasim ne për një çrregullim të tillë, mirë po nikosisht po flasim edhe për pacientin e parë që ka kryer këtë intervenim. Sigurisht asnjëherë pa e zbuluar identitetin, por si është aktualisht situata, gjendja e tij shëndetësore, edhe pse nuk ka shumë ditë pas intervenimit? Pacienti është shumë mirë, të drejtën është të tërheq simptomat. Shumë i qasë është operacion falenderues që më njëherë shihet rezultati kur është në momentin e dur dhe në kohën e durur, edhe do me thonë është i qelluar dhe bëhet në mënyrë adekuate, profesionale. Është shumë falenderues pacienti, edhe jenë tërhequr simptomat, një pjesë e madhe, shumica simptomat, se pacienti bashkëshortja e tij më thot një ditë thot se pa prit mas përveç ushtimes në vesh pacienti thot për një moment ka ndodhur një herë ka humbur edhe një vedije për pak sekonda. Edhe atë më një herë që theksoi profesori më herët, kem pas edhe përveç komponentes nervore dhe komponenten vaskulare. Edhe pacienti tash dhimbja ju ka qetësu, përveç dhimbjes lokale të plagës që ka pas kohë, ka dhimbje që është normale, edhe pastaj lëvizjen e qafës në dhimbje kur e ka hap gojën tash nuk i ka ato dhimbje që ka pas. Simptomat më njëherë kanë filluar të redukohen. Kështu që edhe zakonisht shkojnë deri në ditën e 7, pas ditës e 7 pacienti normalisht mund të rikthehet jetës normale. Mirë shumë. Besoj që dhe shumë pacientë tjerë nëse kanë probleme të tilla, edhe pse gjasat janë të pakta me qenë se numri është shumë i vogël dhe urojmë që të mos kemi çrregullime dhe probleme të tilla, por ata që kanë, mirë tani ju kanë juve, lajmërohen dhe i përfundojnë i kryen me sukses këto intervenime. Po, sigurisht dera është gjithmonë e hapur, përfshi edhe shërbimet e kujdestarisë do më 24 orë për 24 orë, dhe është mirë çdo pacient që ka pamje klinike me dhembje të regionit qafës, që deri atëheraj nuk ka mujt me i diagnostifiku, të lajmërohet e ne, kirurgjinë vaskulare, në ambulancën specialistike të kirurgjisë vaskulare, dhe aty do t'i ofrohet shërbimi i dorë. Profesor, faleminderit shumë që ke qenë së bashku me ne, ke ndoa gjithë këtë eksperiencë të përvoj me shikuesit tonë. Respekt, faleminderit edhe për jush. Gjithashtu, faleminderit shumë. Doktor Rudari, faleminderit shumë që dhe ju keni qenë së bashku me ne, keni bërë një sqarim për shikuesit tonë dhe gjithashtu ju përgëzoj shumë edhe një herë për punën që keni realizuar gjatë këtyre ditëve. Ju faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi. Ju faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithashtu dhe kolegëve të mi Artës dhe Nisit, do takohemi në pjesën tjetër. Shkojmë bëjmë do operime. Faleminderit.